Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për një sëmundje e cila prek pjesën e sipërme të pëllëmbës së dorës, mund të përhapet dëmtimi i lëkurës deri në kapjen e thonjve dhe dëmtimin e tyre, po kështu edhe tek pjesa e sipërme e këmbës, hapësira midis gishtave deri si thuash tek thonjt. Pra, bëhet fjalë për ekzemën e shputës së dorës, një ekzem dishidratike me prani shpeshherë edhe të fluskave të ujit. Ekzema sipër dorës karakterizohet me çarje të lëkurës së sipërme të dorës, me kruarje midis gishtave, kruarje në pjesën e sipërme, rrallëherë mund të marrë pjesën e brendshme të pëllëmbës së dorës, një kruarje që hera herës mund të na shoqërohet edhe me djegje dhe me irritim, sidomos pasi qahen ato fluskat dhe fillojnë që hera herës ato të rrjedhin ujë. Nëse kemi lëkurat të mbushura me fluska ujë, asnjëherë mos i plasaritni ato, pasi edhe ai ujë që është midis lëkurës dhe pjesës së poshtme të epidermës së dëmtuar, ka ai lëngu, ka disa mikroelement që me vërtet na ndihmojnë në rigjenerimin asaj pjesës së re të lëkurës që do të na dali në sipërfaqe. Po si shfaqet kjo sëmundje dhe si përparon? Në pjesën e sipërme të epidermës ka shtresa me qeliza që e mbrojnë lëkurën nga irrituesit, nga uji, nga lagështira, nga gjithçka. Kjo jep lëkurës elasticitetin. Kur ato lipidet, pra yndyrnat dhe uji na humbasin, na largohen e kështu me radhë, fillojmë që lëkura pak në fillim sikur trashet, shtresat me qeliza të vdekura në pjesën e sipërme të epidermës shtohen, lëkura fillon të thahet nga që këto shtresat me qeliza të vdekura nuk zën më një numër të caktuar shtresash, 3 deri në 5, por kalojnë më shumë, lëkura trashet dhe duke qenë që ajo e humbet elasticitetin, ato mund të plasariten. Dëmtuesit më vonë, si bakteriet, irrituesit, pluhurat, grimcat e tjera, depërtojnë në shtresat më poshtë dhe në këtë mënyrë kjo lëkurë e qarë fillon që të infektohet, irritohet, skuqet, çarja do të vazhdojë që të përparojë, fluskat me ujë mund të vazhdojnë të na shtohen. Kur duhet të tregojmë kujdes? Në rast se shfaqet qelb, në rast se kemi një dhimbje të forta, sëmundja po përparon, patjetër që ju duhet merrni një kontakt me mjekun dermatolog. Kur kjo është në fazat e para, juve mund të mirëni këshillat tona për bazë dhe të filloni trajtimin sa më shpejt të kësaj lëkure që tashmë po irritohet dhe po plasaritet. Përdorimi i shpeshtë i sapunëve të fortë, i kimikateve të ndryshme, i materialeve të ndërtimit, i reagentëve në laborator, dezinfektuesit e ndryshëm mund të na ndikojnë së pari në tharjen, në plasaritjen e duarve dhe njëkohësisht edhe në çarjen dhe mbushjen e tyre me fluska. Myku i duarve, sidomos ai i thonjve dhe Candida albicans, mund të bëhet shkaktar për plasaritjen dhe për irritimin e lëkurës. Po kështu, edhe nëse ne punojmë për shembull në ambiente që janë të ftohta, me erë të ftohtë, prekim sendet të metaleve hekure kështu me radhë, ndoshta jemi të predispozuar që lëkura të fillojë të paksoj qarkullimin e gjakut dhe të trashet dhe hera herës ato ose nxihen ose do të na fillojë një lëkurë të na irritohet. Sidomos kur prekin për shembull kimikate gryese ose materiale ndërtimi. Po cili do të jetë trajtimi alternativ? Pra, duke përfshirë çarjen e lëkurës në pjesën e sipërme të pëllëmbës së dorës, duke përfshirë kapjen e thonjve nga myku i bardhë, fluska me ujë që mund të kemi, qoftë tek lëkura, qoftë edhe tek shputat e këmbës.